Shkruan Enver Obelli. Para pak ditësh Diella festoi ditëlindjen e saj të parë. Ajo erdhi në jetë më 19 janar 2025 në Shqipëri si asistente virtuale. Dhe menjëherë pati një detyrë ambicioze, të drejtonte një portal qeveritar, të trajtonte kërkesat e qytetarëve, të lëshonte dokumente shkurt, ja lehtësonte popullit rrugën nëpër labirinthin e burokracisë. Diella, emri i së cilës në shqip do të thotë diell, sipas të dhënave zyrtare ofronte 1200 shërbime. Paktën kështu e paraqiste qeveria e kryeministrit Edi Rama. Në fillim të shtatorit Rama vendosi ta promovonte diellën. Ai emëroi ministre të inteligjencës artificiale në kabinetin e tij të 4 dhe i besoi një mision historik luftën kundër korrupsionit. Argumenti i Ramës ishte se diella nuk kishte as vëllezër e motra, as kushërinj dhe as miq partie, prandaj ishte plotësisht e pakorruptueshme. Mediat nga gjithë bota e gëlltitën karremin dhe raportuan gjerësisht për ministren e parë të inteligjencës artificiale në botë. Në rrjetet sociale lajmi u bë viral, një gazetë greke madje zhvilloi edhe një intervistë me diellën. Në të ajo shpjegoi se gjatë punës nuk lodhet kurrë, nuk ndikohet nga interesa personal dhe është në gjendje të analizojë sasi të mëdha të dhënash me efikasitet shumë të lartë. Shumë gazetarë nuk i rezistuan tundimit për ta paraqitur diellën më tepër në mënyrë idealizuese se sa kritike, duke thjesht tepër e bukur për të qenë vërtet historia e një vendi ish komunist në mesdhe që me ndihmën e një avatari dhe algoritmeve parandalon abuzimet në prokurimet publike. Në fund të kësaj lufte heroike si shpërblim duhet vinte më së voni deri në vitin 2030 antarësimi në Bashkimin Evropian, por kjo betejë duket se po humbet ende pa nisur mirë. Në dhjetor SPAK vendosin në arrest shtëpi dy zyrtare të larta që drejtonin Agjencinë Kombëtare të Informacionit. Pikërisht kjo agjenci kishte zhvilluar në bashkëpunim me Microsoftin ministren e inteligjencës artificiale Diella. Akuzat ndaj drejtoreshës dhe zëvendëses së saj janë të rënda. Ata dyshohen se i përkisnin një organizate kriminale që manipulonte sistematikisht tenderet përmes frikësimit. Asnjëra prej tyre nuk u shkarkua. Si nyje lidhëse mes qeverisë dhe popullit, Agjencia e Informacionit i përgjigjet drejt për drejt kryeministrit. Ajo mban përgjegjësinë për platformat digjitale të Shqipërisë dhe bashkë me to edhe fijet e pushtetit mbi diellën e famshme. Menjëherë pas emërimit të saj, ministri avatar mbajti një fjalim para parlamentit shqiptar. Ajo deklaroi se ndihej e lënduar nga kritikët që e cilësonin rolin e saj si antikushtetues, pasi ajo nuk është njeri dhe përrjedhoi nuk mund të luftojë mashtrimin dhe abuzimin. Gazetarët e pranishëm mbeten skeptik. Ata druheshin se diella mund të shndrohej në alibin perfekte, çdo afer korrupsioni mund t'i faturojë lehtësisht një gabim i softuerik. E modeluar sipas veshjes tradicionale të grave katolike të Shqipërisë së Veriut dhe me pamjen e marrë nga një aktore, ministri e inteligjencës artificiale dukej krejtësisht e pafajshme. Me zërin e saj pa emocion, ajo premtonte pikërisht atë që deri atëherë kishte munguar, transparencë dhe llogaridhënie. Publicisti Lutfi Dervishi e quan projektin Diella një fiasko. Ndërkohë Diella është ndëruar në një manekin vitrine, jo në trurin e reformave, thot Dervishi. Vlerësimi i tij nuk është as pak i butë. Inteligjencë artificiale për galeri, improvizim për përditshmëri. Përpjekja për t'i dhënë një krijese digjitale, përveç një buzëqeshje të programuar edhe morali, ishte që në fillim e destinuar të dështonte. Rama i do goditjet e mëdha të PR-it. Para spektaklit me ministren e inteligjencës artificiale në muajin mars, ai urdhëroi bllokimin e TikTokut për një vit, pasi një konflikt online mes dy nxënësve përfundoi në mënyrë fatale. Edhe atëherë dhuna ju faturua lehtësisht teknologjisë së përdorur. TikToku është rrugaçi i lagjes, deklaroi Rama në atë kohë. Megjithatë, ekspertë të cituar nga rrjeti ulëmtues Björn theksuan se ndalimi i aplikacionit videove nuk solli ulje të dhunës në shkolla. Mira njerëz anashkaluan bllokadën përmes lidhjeve VPN. Tani ndalimi i TikTokut pritet mos zgjatet më pas muajit mars. Më shumë se sa roli i kryeministrit Ramës duket se i pëlqen ai influencerit. Në Facebook ai ka 1.6 milion ndjekës, në Instagram 655.000, ndërsa në X afro 357.000. Si artist, ish basketbollist profesionist dhe publicist me prirje të theksuar polemike, Rama e paraqet veten në skenën ndërkombëtare si politikan jo konvencional. Në paraqitjet e tij ai shpesh luan rolin e papagallit shumë ngjyrash. Preferenca e tij për kravatat shumë ngjyrshë, pantallonat e gjera të zeza dhe atletet e bardha shkakton rregullisht vëmendje. Me fjalimet e tij plot humor, ky egomen dhe vet promovues fiton madje edhe admirues në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel. Por sapo kthehet në Shqipëri, kjo fasadë shembet përballë realitet. Drejtësia ka vënë në shënjesër disa politikanë të rangut të lartë. Kryebashkiaku i Tiranës ndodhet në Burg, një ish ministër financa shkërkohet me urdhër arresti, ndërkohë ai është larguar në Zvicër. Aktualisht Rama po e mbron zëvendës kryeministren e tij Belinda Balluku nga një arrestim i mundshëm. Në këtë moçal, ministres së inteligjencës artificiale Diella i mbetet vetëm roli i një spektatoreje pasive.